borxhe shoqëria njerëzore ka pas për herë. Por deri në fillimet do thoya vitet 1940 ose më mirë eksaktësisht do ta lidhja këtë me një ekonomist shumë të famshëm që është John Maynard Keynes, një ekonomist i famshëm britanik. Deri në këtë kohë, qeveritë kanë ndjekur një rregull të famshëm buxhetor që është buxhet i balancuar, pra të shpenzojnë aq sa marrin. Shqipëria në kohën e mbretit Zog, për shembull, ka pas gjithmonë buxhete të balancuara. Aq sa të ardhura siguronte, aq krynte dhe shpenzime. Dhe kjo ka qenë një filozofi qeverisë e përbotshme. Duke filluar me një ndryshim të rëndësishëm në teorinë e ekonomisë nga John Maynard Keynes, i cili për shkak të krizës madhe të depresionit 29-33, edhe meqense kriza vendet nuk po e rimerrin veten, atëherë na solli një teori të re të ekonomisë, teorinë e përgjithshme të famshme që e quajmë neve, i cili thotë që shteti duhet të ketë një rol aktiv në ekonominë. Dhe që shteti të luajë një rol aktiv në ekonomi do të thotë që të shkojë përtej mundësive të veta. Pra duhet që të ngrej borxh në mënyrë që të rrisë kërkesën agregate, duke rritur investime, duke rritur punësimin e kështu me radhë. Kështu që për kësaj kohe, shteti ka marrë një rol shumë të fortë dhe shkon me atë hyrjen që bëra në fillim që sot jemi në kushtet ku qeveritë shpenzojnë shuma jashtëzakonisht të mëdha dhe gjithë qeveritë përgjithsisht janë përtej mundësive tyre. Por ne duhet jemi të vëmendshëm në raport me cilësinë e borxhit. Edhe si familje, nëse ne marrim borxh me shku me pasport apo marrim borxh me shku me bë pushime, kjo nuk është borxh i shëndetshëm. Por nëse marrim borxh për përmirësuar kushtet e jetesës dhe ne kemi të ardhurat të vazhdueshme për të shlyer borxhin, ky është një borxh i shëndetshëm. Kështu që në këtë kuptim pra, e thot një president i famshëm amerikan thotë që sa kohë që borxhi është i shëndetshëm është një bekim. Por kur cilësia e borxhit përkeqësohet dhe kur njerëzit e trashin zullumin, atëherë shndërrohet në një mallkim.